Si është kur I shikon sot? Shiko, kur I shikoj, neve si familje kemi pas një tradit që unë theme kam të shërgu dhe nga prindët e mi. Gjithmonë, një vakt, ngrënje, o drekën, o darkën, e organizojshim që t'ishim gjithë bashkë. Dhe ai vakti që mblidheshim bashkë ishte një bisedë që zgjaste, një tavolinë që I kalote ato kohën e një ngrënie të zakonshme, sepse na shërbete si një lloj mbledhje e familjes, të cilën neve e ruajmë edhe sot, pavarësisht se fëmijët janë të gjithë nëpër familjet e veta. Unë edhe I me shoqe, më rrallë, por e aplikojmë shpesh këte. I ftojmë, vinë ato ke ne, shkojmë ne ke ato, dhe dreka ose darka është një Çfarë diskutoni në këto mbledhjet familjare? Shiko, diskutimet natyrisht nuk filloj marrë gjithçka vetëm me mjeksi. Siç ka çdo familje, ka më të ndryshmet, por natyrisht peshën e mjekësisë e zën bisedë, peshën kryesore zën problemet e mjekësisë. Ai sa ajo arkitekti është shpeshherë, mërzitet, do bëni një muhabet tjetër, thot apo jo. Mërzitet? Mërzitet, nuk I shkon profesionit vetë bisedë që bëjmë neve. Ne jemi 4 mjekë.